Atëherë goca, të shikojmë pak tani një pyetje pak ndryshe se herët e tjera. Të shohim pak se si do të jetë i dashuri juaj i ri, pra një person që do të vinë në jetën tënde. Kjo është për ato persona që kanë parë letra për rikthim edhe vjen një i dashur i ri, njohje e re. Të shikojmë pak se si do të jetë ai. Do të jetë si i pari? Apo do të jetë më i rënd apo më i mirë? Të shohim pak si do të jetë ai. Unë të them se do të jetë super person. Unë do të them se do të jetë super njeri me një dashuri të madhe për familjen dhe për ty. Një person i bukur dhe në shpirt, jo vetëm në shtat apo në bukurinë fizike. Një person i shkatët, një person që përpiqet dhe gjithmonë përpiqet. Do të ketë pak zotësinë për t'i fshehur gjërat, por jo me qëllimin e keq. Ose ndoshta nuk do t'i japi shumë rëndësi disa gjërave që për ty kanë rëndësi. Ndoshta do t'i anashkaloj, por e përgjithshme është që do të jetë një person tepër i saktë. Shumë më ndryshe nga personi që ju keni pas një orë, një person që do të bëjë të harrosh çka ke pasur, çka ke vuajtur. Ciao.